Një njësi zgjedhore për zgjedhje parlamentare do të ishte e dëmshme për shqiptarët, sepse nuk është pjesë e popullatës në zonën lindore të shtetit dhe nuk mund të kontrollohet procesi, thot kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, që është pjesë e Frontit Evropian. Propozimi i tyre është që të shkohet me 8 njësi zgjedhore, ndërsa me këtë opsion vetëm Shkupi do të nxirrte së paku 30 deputet, ndërsa rajoni Pollogut rreth 22. Sela pajtohet që listat të jenë të hapura sepse qytetarët do të mund të zgjidhin deputetët e jo kryetari i partisë. Arja e njësive zgjedhore duhet të kenë parasysh disa elemente. Një shtet edhe organizimin shtetëror që bën, por edhe njësi zgjedhore. Duhet të ketë parasysh, duhet pat parasysh ndarja demografike që ka një shtet. Shtrira e bërësive etnike në kuadër të shtetit. Shtrira e subjekteve politike në kuadër të shtetit dhe njësive zgjedhore. Përsa ko subjektet politike shqiptare janë inexistente në Maqedoninë Lindore, është tepër gabim që bëhet një njësi zgjedhore, sepse kjo do të krijonte kushte dhe mundësi për manipulim të zgjedhjeve dhe fatkeqësisht më shoh që me këtë propozim po tentohet ndrydhja e numrit të deputetëve shqiptarë. Në funksion të kësaj ka qenë deklarata e Pavlo Trajanovit që dikur deklaronte që numri deputetëve tjetë 8-10-9 apo ju kujtohet. Pastaj njësi zgjedhore duhet i përshtaten edhe nevojave ekonomike, specifikave ekonomike që i ka një vend. Apo në qoftë se duan që të ndërtojnë një sistem efikas dhe një përfaqësim. Natyrisht, në qoftë se kemi parasysh edhe koncentrimin e popullsisë, shprazjen e shumë vendeve të cilët janë kushtimisht thënë të provincave dhe koncentrimin brenda për brenda vetëm në Shkup, atëherë kjo njësi zgjedhore do t'i bënte të marginalizuar një njësi zgjedhore, kur unë po flas qytetet e vogla, vendbanimet e vogla dhe këto nuk quhet realisht përfaqësim. Ndërkaq vlen ende nuk janë në një qëndrim të qartë rreth këtij propozimi. Kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami thekson se duhet analiza nga se shqiptarët mund të humbasin deputet në numër. Jemi duke analizuar edhe më të tjerë çështje komplekse, nuk është e thjeshtë do të jetë me një apo me më shumë njësi zgjedhore, duke pasur parasysh faktin që kjo mund të ketë edhe implikime ndëretnike, sepse me një njësi zgjedhore sigurisht që do duhet të ketë garanca që në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut do të mund të ruhet vota dhe nuk do të mund të ketë, do kisha thënë, deformime të realitetit etnik të përfaqësimit në kuvend. Pra duke i marrë parasysh gjithë këto aspekte, ne jemi duke ndërtuar qëndrimin tonë sa do të jemi për një njësi zgjedhore apo për 3 apo për 8, sepse në kuadër të koalicionit vlen janë parti politike të cilat në të kaluarën kanë pasur qëndrimet e tyre, analizat e tyre rreth kësaj çështje. Pra nga momenti kur ne si vlen do të kemi një qëndrim sigurisht të arsyetueshëm, do të dalim edhe do ta prezantojmë para opinionit. Dy parti të vogla maqedonase kanë iniciuar ndryshime ligjore në kodin zgjedhor, me çka propozojnë që Maqedonia e Veriut të jetë një njësi zgjedhore. Ato pretendojnë se me këto propozim ndryshime do të nxitet demokracia në procesin zgjedhor në vend. Sipas Pavle Trajanovit, me këto ndryshime parashikohet që pas secilit deputet të qëndrojë numri i njëjtë i votuesve dhe jo sikurse deri tani, që në njësinë e 6 deputeti zgjidhej me 6300 vota, ndërsa në njësinë e 3 zgjedhore me 10000 vota.